Cila është historia e vaksinës së gripit? Gripi ka shoqëruar njerëzimin prej shekujsh. Pas pandemisë së madhe të vitit 1918, që mori miliona jetë, shkencëtarët nisën kërkimin për të ndaluar këtë sëmundje. Në vitin 1933 u zbulua për herë të parë virusi i gripit. Vetëm pak vite më vonë, në vitin 1945 u krijua vaksina e parë e gripit nga 2 studiues amerikanë. Fillimisht, vaksina përdorej vetëm për ushtarët, për t'i mbrojtur nga epidemitë gjatë luftës së dytë botërore. Far rezultateve të shkëlqyera, ajo u përfshi shpejt në programet civile të shëndetit publik. Sot, vaksina e gripit përditësohet çdo vit sipas tipeve të viruseve që qarkullojnë. Një shembull i shkëlqyer se si shkenca ecën përpara për të mbrojtur me mirë çdo sezon.